Teksa Kosova shkon sërish në zgjedhje të reja të parakoshme për herë të tretë, derisa procesi ka nisur për orës 7 të mëngjesit dhe pritet të vijojë padyshim deri në orët e para të mbrëmjes. Si ka shkuar procesi, nëse kemi deri më tani një përqindje konkrete, incidente të mundshme apo raportimet e bëra dhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kam një komunikim të drejtë për drejtë nga redaksia e Reporteve, kolegun Arlind Isaj, i cili e përshëndes. Arlind, përshëndetje, jemi së bashku. Përshëndetje Hermal. Atë që ka referova disi edhe më herë në lidhje me gjitha zhvillimet që vinë nga Kosova, çfarë mund të raportojmë deri më tani në lidhje me pjesëmarrjen apo gjithçka ka ndodhur të paktën deri në këtë orë të rëndësishme sipas përgjigjësimeve të fundit të bëra? Po, raportohet se po zhvillohet një proces i qetë, një proces normal, por shifrat thonë, le të themi, ato një panoramë ndoshta edhe më të qartë, sepse pak më herët kemi patur një përditësim të fundit, pra sipas përditësimit të fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë, pjesëmarrja duket relativisht e ulët krahasuar me zgjedhjet që janë zhvilluar në dhjetorin e vitit 2025, sepse duhet përmendim që ky është procesi i tretë i zgjedhjeve parlamentare në 18 muaj në Kosovë, e cila është përfshirë nga një krizë nga e cila klasa politike nuk po gjen zgjidhjen për të dalë. Ndoshta këto do të jenë zgjedhjet që do ta sjellin atë, por mbetet kuptohet se çfarë do të prodhojnë në shifra këto zgjedhjeve. Ashtu siç ndodh tradicionalisht në një proces zgjedhor deri në orët e mbrëmjes, pra deri në orën 19 kur kryesisht ashtu si edhe në vendin tonë, por edhe në Kosovë mbyllet procesi zgjedhor, pjesëmarrja është kryefjala e ditës përtej ndonjë episodi që mund të sjellë shqetësim për autoritetet. Sipas përditësimit të orës 15:30 dhënë nga kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krishnik Radoniqi, pjesëmarrja deri në orën 15 ka qenë në 22.74%, krahasuar me dhjetorin e 2025-s, në të njëjtën orë përqindja e pjesëmarrjes ka qenë disi më e lartë, diku tek 6 apo 7% më e lartë, në 29.29%. Kreu i KQZ-s në Kosovë thotë se procesi kryesisht është raportuar i qetë, pothuajse në të gjitha qendrat e votimit, përveç 2 apo 3 rasteve që janë në veri ku në 2 raste nuk janë lejuar qytetarët të votojnë dhe në një rast në një shkollë në Prishtinë ku për shkak të dëmtimit të fletës së votimit një qytetar është proceduar nga policia e Kosovës, por që në vija të përgjithshme sipas tij janë raste shumë të izoluara që nuk e cënojnë procesin, pasi sipas tij nuk ka informacione të tjera që raportojnë se procesi është cënuar në terma më të gjerë. Mbetemi sërish tek shifrat, janë mbi 2 milion zgjedhës, 2 milion qytetarë në Kosovë me të drejtë vote që në këtë ditë u jepet e drejta për të shprehur vullnetin e tyre. Është shtuar me mbi 20.000 votues të rinj sipas asaj që KQZ ka raportuar në këtë proces zgjedhor, le të themi i gjithë procesi për shkak të rinjve që kanë kaluar moshën dhe kanë mbërritur moshën 18 vjeç dhe u lind e drejta e votimit. Duhet sillim kujtes gjithashtu që diaspora në Kosovë, njëjtë si në Shqipëri, është pjesë e proceseve të votimit, proceseve elektorale në 2 forma, nëpërmjet votimit në selit diplomatike dhe nëpërmjet votës me post. Të dhënat e para në lidhje me këtë janë ato që janë publikuar deri në ditën e djeshme, që flasin për një pjesë të tyre që kanë kryer votimin në selit diplomatike. KQZ ka bërë të ditur se procesi i votimit ka përfunduar në 26 përfaqësi diplomatike të Kosovës në 16 shtete të ndryshme, ku nga 27.724 votues që ishin regjistruar kanë votuar 22.414, pra rreth 81% e atyre që ishin regjistruar për të votuar në selit diplomatike. Diaspora e Kosovës edhe në proceset e kaluara ka treguar që është e zellshme, merr pjesë në procesin e votimit. Kjo tregohet ndoshta edhe kësaj radhe, por sa i takon një vot totale dhe një pasqyrë totale të votës së diasporës Kosovës, duhet pritur që të kuptohen edhe shifrat e atyre që kanë votuar nëpërmjet postës. Duhet të themi edhe diçka të fundit që ndoshta një pasqyrë të gjithë ditës së sotme do ta kemi rreth orës 19:30 kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë daljen e radhës, kryesisht atë që jep një pasqyrë totale të gjithë ditës, pasi procesi do të përfundojë në 19 dhe do të kemi edhe një
përqindjet pjesëmarrjes për të gjithë ditën e këtij votimi, të ditës së sotme në Kosovë, të cilat janë përbëjnë procesin elektoral të tretë, siç thash pak më herët, në 18 muaj. Ndërkohë, Arlind, edhe diçka të fundit në raport edhe me këto sfida të njëpasnjeshme për të gjitha subjektet politike, sikurse ju e përcaktuat të tretin radhazi, ka ndoshta një sondazh të mundshëm, diçka që mund të përflitet pak a shumë për rezultatin, diçka që mund të pritet, dhe së dyti, çfarë ka ndryshuar te partitë politike, pra ka aleanca të reja apo vijohet sërish në të njëjtën formë? Analizohet se mund të shkohet drejt 3 skenarëve, pra këto zgjedhje çfarë do të prodhojnë. Kryefjala ose synimi kryesor është zgjidhja e krizës që nuk po tejkalohet dot për shkak të numrave të zgjedhjeve të kaluara. Mund të kemi një përforcim të pushtetit të Kurtit, që mund të jetë një nga skenarët. Mund të kemi një marrëveshje midis partive politike, sepse kemi faktorë të rinj në këto zgjedhje. Duhet sjellim në vëmendje emrin e zonjës Vjosa Osmani, ish presidente së Republikës, që tashmë prind listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nëse ajo do të jetë një faktor që do të zhbalancojë shifrat e zgjedhjeve të dhjetorit, kur Kurti mori mbi 51% të votave, këtu do të shkojmë në një skenar të ri, pra që partitë do të jenë më elastike në një marrëveshje të mundshme për të tejkaluar krizën. Skenari i tretë është ai që kemi parë gjatë gjithë këtyre muajve, pra që vendi të prodhojë ngjashëm numra ndoshta të njëjtë dhe të mbetet në vend numëro pa dalur dot nga kriza dhe të duhet të shkojë sërish në zgjedhje të parakohshme. Një ndër pikpyetjet e mëdha të këtyre zgjedhjeve do të jetë se çfarë impakti do të ketë Vjosa Osmani në futjen e saj në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe marrëveshjen që ajo bëri me Lumir Abdixhikun këto muaj pasi kreu dhe përfundoi mandatin e deputetit. Do të ketë një impakt që do të sjellë më shumë vota për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe si rrjedhojë edhe për opozitën, apo do t'i kthehet në bumerang një shfrytëzim i figurës që ajo ka ndërtuar deri në këtë kohë për kredo politike dhe ndoshta kjo do të çojë edhe më shumë vota tek Albin Kurti. Kjo do të kuptohet vetëm pasi të kemi exit pollet e para në Kosovë që janë të rregullta, ka një kulturë edhe aty të mirë të exit polleve që tregojnë pothuajse realitetin e momenteve të para se çfarë vullneti kanë pasur qytetarët. Kështu që skenarët janë të hapur, të realizueshëm të gjithë, por ajo që dim është se partitë po tentojnë të dalin nga kriza që me sa duket është shumë e vështirë. Ashtu siç është treguar edhe për shkak të kulturës që vetë partitë kanë, por ndërkohë edhe asaj se çfarë numrat kanë diktuar në 3 palë zgjedhje që janë zhvilluar në 18 muaj. Qartë. Arlind, faleminderit shumë për të gjitha detajet që ndave me shikuesit tanë në këtë çast.